Mjeku i jep urdhër, ja kur duhet të pini kafen e mëngjesit. Mëngjesi nuk mund të ketë kuptim pa një filxhan kafe të ngrohtë, por ka një fakt, nuk duhet ta konsumoni përpara orës 9:30 të mëngjesit. Kjo pasi studimet kanë treguar se mund të sjellë stres të madh gjatë gjithë ditës. Kur pini kafe, kafeina ndryn në nivelin e kortizolit gjë që mund të çojë në rritjen e stresit dhe të ankthit. Kjo është një arsye pse shumë persona që fillojnë ditën e tyre duke u ndjerë në ankth, duhet të evitojnë konsumin e kafes. Koha më e mirë për të shijuar kafen tuaj është 1 orë pasi keni konsumuar mëngjesit, pas orës 9:30 kur niveli i kortizolit është më i ulët. Ekspertët thonë se kjo është një nga mënyrat më të mira për të marrë përfitimet e kafes dhe për të evituar gjithashtu edhe ndërlikimet që mund t'i kanosin shëndetit tuaj. Ndjekja e këtij rituali është më e mira që mund të arrini të bëni në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve që mund të shkaktojë edhe stresi gjatë ditës.